إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet I dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me salavatet dhe selamet më të njohura Allahumma salli ala wallahumma barik ala. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e Tija, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që na bën dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të nderuar, sot vazhdojmë me pjesën e fundit të hadithit që e filluam para 3 javësh, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I jep disa myshdë për ummetin e tij, që ata po t'ju përmbahen atyre myshdeve jeta e tyre dhe ahireti I tyre do të jetë më I mirë. Në sajë të kësaj në fund të hadithit thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wasilatur rahimi tazidu fil umri. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o ju vëllezër, o ummeti jam, mbajni lidhjet farefisnore, se mbajtja e lidhjes farefisnore ta shton ymrin. Ai që don me jetu gjatë, ai që don me pas një jetë të lumtur e të mirë, e mu knaq me jetën e vetë, e ta shijon jetën e vetë, le të mbahet me familjen e vetë, le të mban të fresta e të gjalla lidhjet farefisnore, le të mbahet me gjakun e vetë, me familjen e vetë, Allahu do t'ja shton ymrin, dhe ati do t'i shtot ymri duke qenë së bashku me familjarët e vetë. Andaj të dashur vëllezër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Dhe mbajni lidhjet farefisnore, keni me hinë xhenet me kollajllëk. Gjitha këto transmetime janë të sakta, që përcjellen nga gjuha e sinqertë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që gjithë neve na inkurajojnë se si duhet mi mbajt na lidhjet farefisnore, se si duhet të eduam familjen, dhe se si duhet të arsyetojmë gabimin e familjes. O vëllezër dashur, na muslimat në shoqëritë që jetojmë, njëri tjetrin duhet të llogarisim si pjesë të familjes, sepse realisht zaten edhe kjo zona jonë jemi një familje e madhe që fatkeqësisht nuk njihemi atë sa duhet mes vete, por kur të ulemi gjithë një, dalim se kemi një lidhje me njëri tjetrin, se kemi një obligim, një detyrë ndaj njëri tjetrit. Andaj, Imam Tajjibiu, Allahu e mëshiroft, tha në thënien e tij historike, se ai I cili I mban lidhjet farefisnore, gjurmët e tija mbeten dhe përmenden gjatë kohë edhe pas vdekjes së tij. Wallahi dhe billahi. Njerëzit dhe nga praktika njerëzit që përkujdesen për lidhjet farefisnore, I bojnë hizmet dhe respekt dhe nder farefisit dhe vizitojnë farefisin, janë kryesisht njerëz që përmenden gjatë kohë dhe pas vdekjes së tyre, dhe pasardhësit e tyre në shumicën e rasteve janë njerëz të pasur, që Allahu a çon gjitha të mirat e dunjos, edhe nëse ata rahmetli kanë qenë të varfën, por nëse kanë qenë nga burrat që kanë bajt lidhjen e farefisit, Allahu u a kanë ngrit dhe u a kanë nderu emrin e tyre pas vdekjes së tyre një kohë të gjatë, dhe pasardhësve tyre Allahu ju ka dhënë shumë pasuri. Dhe shpesher ku kam nejt me njerëz dhe me vëllezër tonë, që Allahu ju ka dhënë shumë të mira, shpesher ma kam përmend se kjo është bereqeti Axhibabës, I cili e ka pas një odë, një kanak, që kur as kujt s'ka ditë mi thonën, jam I zënë, s'kam vakt, po bujrum gjithë një ka thonë. Po vëllezër dashur, andaj Omer ibn Abdulaziz rahimullah, kur rinte me shokët e vetë,
ju thonte, o ju vëllezër, mos rrini me njerëzit që se dojnë familjen. I këshillonte dhe thonte, ata njerëz që se dojnë familjen janë në 2 ajete kuranore të mallkuar nga Rabbul Alemini. Allahu i ka mallkuar ato njerëz dhe tek ata njerëz që se dojnë familjen e vet s'ka hajër, s'ka bereqet. Hiqu prej tyre. Iku dhe largohu prej tyre. Andaj tha imami i njohur, tha lidhja farefisnore do me thonë, kur të vinë ata më u aqel derën dhe zemrën. E kur të hikim prej teje me u shku mbrapa. Kështu është. Dhe kështu mbahet lidhja farefisnore. Tha, dhe e pyetën një hoqë të ma, tha, o dietar, a na tregon se cila sadakaja e më e mirë? Tha, vallahi me ia dhon 1 dinar. Një farefisit është më e vlefshme se me ia dhon 1000 dikujt tjetër. Dhe kënaqem dhe gëzohem shumë ma shumë kur i ndihmoj një farefisit tim se sa kur i ndihmoj dikujt që e kam malak. Këtë po i tham nga se njerëzit fatkeqësisht mbahen me njerëz që janë në Amerikë, mbahen me njerëz që janë në Evropë. Me pyet kur e ke pa mas fundjavë vllahun tënd, s'din me tregu. A kështu na do ta mbajmë farefise? Me pyet se kur e ki thirr në telefon mas fundjavë nanën, babën. Kur i ki gush ato mas fundjavë, gushën me dostar, me shok, dostar që i ka njohë për një mazdarke dhe ndoshta kur si ka pa, por më njerë thot doste kam ketë, me pyet se si e ka emrin se ja din mirë, dhe me pyet kur e ki gushti mas fundjavë babën tënd. Ta përqafësh atë njeri në komte të cilët e ki xhenetin tënd, ta gëzosh atë nanë, t'i japsh një dhuratë, e një buzëqeshje, e një shpresë që në komte e saj e ki xhenetin. Dhe se pa i pas raportet mirë me ata nuk mundesh me fitu xhenet, do shta s'din me tregu. Pse o vëllezër, pse na u shprish baras pesha? Ne nga tru telat dhe kimi arru se çka do me thonën me imbajt lidhet farefisnore. Shumë njerëz kur më vynë dhe më thonë o hoq një gurë që këtu e kam sumjetot, tham si ki punën me nonë dhe me babë. Si ki punët me vllahun tënd, ta më tregon. Po s'kam muhabet. Si ki punët me gruan tënde. Si ki punët me evlat të tu. Nëse mallkon gruan tënde, nënçmon, evladin tënd e mallkon dhe nënçmon. S'ki muhabet me ata ashtu siç duhet. Si mundesh ti me qenë i mirë me Allahun dhe e pastaj edhe me njerëzit tjerë? S'mundesh. Si mendon ti me jetu? Me pas ambicie për jetë dhe me qenë i lumtur? Nëse me këta nuk je mirë, s'mundesh, e pa mundër është. Lumturia e kësaj jete nuk blidh dhe nuk gjehet tek njerëzit që janë të largët dhe jabanxhi. Bereqeti jetës, knatësia e kësaj jete është mi pas mirë raportet dhe lidhjet me farefisin tënd. Andaj kjo ngurtësi në zemrat tona dita e ditës na shtohet. Andaj njerëzve që duket lezet dhe nuk ju rrit as të shtëpia që s'kan raporte farefisnore. Shtëpia të mëdhaja kemi bërë, por janë të zbrasta gjithë natën e ditën rim në për kafe. Pse? Pse nuk na shkohet dhe nuk na jetohet dhe s'na duket lezet as gjë nga kjo dunjë, se i kemi humb lidhjet farefisnore. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thot, kush don me jetu gjatë? Kush don me jetu gjatë? Kush don mu kënaq me jetën? Me shiu, leti mbaje mirë raportet e veta me farefisin e vetë, me familjarët e vetë, me kushit e vetë, se dhe kushit janë pjese këti obligimi fetar që ne obligon feja jonë. O vëllezër dashur, fatkeqësisht kemi ardhur me një zaman që i mbushim xhepat me pare, i mbushim frigoriferat me ushqim, i mbushim shtëpit me dekore të shumta, por e kemi zbrazë zemrat nga dashuria përballë njëri tjetrit. Kjo është ajo që neve është duke na i humb lezetin dhe knatësinë e gjitha këtyre të mirave materiale që Allahu elhamdulillah shumicës prej neve na i ka dhënë. Të duhemi mes vete, të respektohemi mes vete, të vizitohemi mes vete, të nderohemi me njëri tjetrin. Gjithë një asnjëherë s'mundemi të bëhemi
Patjetër na me pas ndryshime, me pas dallime, Allahu na ka formuar ndryshe. Dhe këto divergjenca dhe këto dallime neve na bëjnë më të bukur, ashtu siç e kanë zbukuruar këto ndryshime në ngjyra këtë xhami, dhe këto ja japin atë shpirt real kësaj xhamie dhe këtij Islami. Ashtu duhet të kuptojmë, pa më parasysh se gjithë një parë mend s'mundemi të bëhemi, e kemi patjetër dhe detyrë fetare dhe obligim të duhemi, të respektohemi, të nderohemi me njëri tjetrin. O Zot, na i lidh zemrat tona. O Zot, na i zbut zemrat tona. O Zot, shtoje dashurinë mes nesh. O Allah, na bën nga ata që din me fal, me arsyetu dhe me nderu njëri tjetrin. O Zot, na shto ymrin, na shto të mirat e dunjos dhe ahiretit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan kamilina kama amar, washkuruhu wa huwa alladhi wa'ada al-mazid liman shakar. وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة